Pas 4 vjetësh në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka vendosur të tërhiqet nga posti. Krasniqi ka thënë se ky është hap reflektimi dhe përgjegjësie për krijimin e një momentumi të ri për PD-k-n. Megjithatë, besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Pas dorëheqjes së Memli Krasniqit ka reaguar kryetari i komunës së Drenasit, Ramis Ladrovci, i cili shihet se personi që më së shumti loboi për largimin e Krasniqit. Ladrovci ka shkruar se është vërtetuar se të jesh lider i partisë që buroi nga drejtoria publike e UÇK-s është përgjegjësi e madhe. Përgëzoj strukturat e PD-k-s për mbështetjen që ma kanë dhënë në çdo situatë, me besimin e plotë se do të bëhet mirë. Falënderimi veçantë shkon për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët besuan në zotimin tim se s'ka birnane që më largon nga PD-k-ja. Besimi im në sinqeritetin e antarësisë, ashtu dhe udhëheqësve të PD-k-s ka qenë i madh. Ky hap i pritshëm i kryetarit të deritanishëm Memli Krasniqi do përshëndetur, njëherësh duke i ofruar fuqishëm përkrahje kryetarit në ardhje Bedri Hamza. Ndërkohë Memli Krasniqi ka njoftuar se pas 5 ditësh do të mbahet konventa e PD-k-s ku pritet të zgjidhet kryetari i ri. Ai tha se është i bindur që kandidat për kryetar dhe kryeministër nga PD-k duhet të jetë Bedri Hamza. Ndërkohë ka reaguar edhe Hamza, i cili ka shkruar se sot, më shumë se kur, PD-k duhet të jetë e bashkuar dhe vendosur përballë sfidave. Memli Krasniqi ishte zgjedhur kryetari i PD-k-s më 3 korrik të vitit 2021, duke zëvendësuar Kadri Veselin.